kur janë bashku krejt fiset, edhe ju kanë shumë Medines të Rasulit alayhi salam. Edhe Rasulullah alayhi salam ka fillu me hap hendekun, që kur të vinë me ranë ta, mos me mujt me hi në Medine. Në këtë kohë musliman, kanë pas muslimant në Medine vështërësi me të hangërit buk s'kan pas me hangër. Kanë kalu në këtë kohë deri në 3 ditë e nuk kanë shiju ushqim. Në ushqim ta ma në gjyshin jo, na ushqim jo. E njani prej shokëve të Rasulit alayhi salam, Jabir, djali Abdullah, e ka pa Rasulin alayhi salam, edhe ka pa që i ka hup barki krejt alayhi salam. Pa hangër. Edhe ka pa që ka lidh një gure. Ka pa na kur të nëto me kanë që e majmë barkin. Rasulullah alayhi salam ka lidh gure dhe kanë lidh shumë prej muslimanëve gur prej urisë. E ky kur e ka pa Muhammedin alayhi salam në këtë gjendje, u shku te shtëpia e tina, edhe i ka thënë gruas vet. Ka thënë, a kena diçka për ushqimit se e kom pa një gjendje që s'po muj me bo sabër ma. E kom vrejt urin në ftyrën e Rasulit alayhi salam. E ka thënë gruaja e tina, pa, e kena në sa e në 4 par grushta grun. Edhe kanë pas një kënq të vogël që halo sul shumë me shku, halo atlo të shpia e vëcër. Ka thonë Jabir, ka thonë përprejna, edhe i ka thonë gruas vet, pregadite grunin, edhe kanë prej ato, edhe kanë bon mishin, edhe qëta grun që e kanë pas. Edhe i ka thonë gruaja atina, ka thonë, mësëm qështën popull, mësëm bahor të Rasuli alayhi salam, ata e në kanë 1.000 vetë. Kjo i ka thonë, shka, ama mësëm bahor të Rasuli alayhi salam, thërë Muhammedin alayhi salam, edhe pak njerëz, jo më thirë krejt. E u shku kë. E i ka thonë Muhammedit alayhi salam, ja Rasulullah, ju mënu me bo të bok, po pak, merë një 2 vetë me veti, me një formë tjetër që është për cilë një pjesë shokëve tu, edhe hajde, pak këmboja Rasulullah. I ka thonë vogël, që mos me një krejt, 1.000 vetë aty, edhe krejt të rritër. Kër e ka një këta Muhammedit alayhi salam, me ka ngritë zanën, edhe ka thonë, o ju që jeni të e qelë hendekon, hajde se vllavi u Jabir, ka bo ushqim për neve, ka përgatit sofër për neve, hajde, jeni të mirë se ardhen. 1.000 vetë, e në shku e nësart, banorët e Medines edhe banorët e Mekës, këtë në shku bashkë. E Muhammedi alayhi salam i ka thonë, tina Jabir, i ka thonë, nisët i përpara, edhe thuj gruas tane mëse shpërndan, leje ushqimin gjashto, para se më ardhen në mëse prek. E kur ka shku Muhammedi alayhi salam me 1.000 vetë, i ka thonë gruaja atina, i ka thonë Jabir, i ka thonë, ti, që kam banë ti? Në atë këtim ma more ftyrë, 1.000 vetë që ka bajna me këtë ushqim. Ka zonë këtë Jabir, dhe të ka marrë Rasuli alayhi salam edhe ka pregadit edhe ka dalë mes neve dhe është lutë me dhanë Allahu azza wa jalla barakat. Edhe ka bo doha Muhammedi alayhi salam. Ka zonë Jabir, dhe të pastaj ju kanë da Muhammedi alayhi salam edhe kanë hangër krejt. Betohëm, thot kë, betohëm në Allahun e madhreshëm që krejt kanë hangër, edhe asnjë asën me të unt, edhe ka me të hala ushqim. Për bereqetit Rasulit alayhi salam edhe doas tina alayhi salam. Kanë hangër krejt, edhe ka me të për familjen e tina. Kush për juve ka mundësi me thana musliman? E pse neve s'na ndodhin kësi gjanash? Pse neve s'na ndodhin kësi argumentet mëdhaja? Po të thama musliman, a dëmë për një me të ndodhë të gjana? A pranon me të ndodhë? Veç me nejtë 3 ditë pa hangër fi se billah, nuk ka nevoj me nejtë, s'ka kësi rregullore. Veç po të thamë që pa dhanë për imunit tanë. E ke pa ka njerë, e ke pa që shëndodhë njëve, 10 vjetë, s'ka në vlad, mas 10 vjetë, vaja pa Allahu azza wa jalla. Argument. Ama kanë bë sabër, 10 vjetë, 15 vjetë, kanë bë sabër. Të një pa Allahu azza wa jalla. Ama ty të nehaj të hangër, të shiu dënjan, të shiu haram, s'po mdodhin kësi. Këtë se cilët me neve i kanë dohë kësë gjana që habitesh, që është ta ka mundësu Allahu azza wa jalla me pasën gjatë tjilë, me jarrojmë. Që që ose që ditë, po lotë Allahun azza wa jalla dhe falendro Allahun azza wa jalla për mirësitë që ne ka dhënë. Elusëm Allahun azza wa jalla na mundësu me nejt me Rasulin alayhi salam gjenetet Allahut azza wa jalla.